Ju përshëndes. Si falimentoi firma e famshme Gucci? Ndonse ky është një informacion që shumë pak e din, është mirë që ta dëgjoni për të kuptuar çelësinë e suksesit dhe ku gabon njeriu shpeshherë kur mendon se ka arritur gjithçka. Kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihni sërish dhe faleminderit që jemi prerë bashkë. Ishte viti 1921 dhe familja Gucci filloi që të themeloj pra shoqërinë e tyre, shoqërinë që e themeloi brenda një garazhi. Kështu filloi, në një garazh. Firmën Gucci. Dhe firma Gucci nuk njihej pothuaj nga askush në atë periudhë. Dhe me kalimin e kohës sepse kishte shumë pak, pra firma mode. Dhe me kalimin e kohës filloi që të bënte, të prodhonte, sepse i kërkonin. Dhe nga momenti që filluan që ti sillnin pra të mbusheshin llogaritë e tyre, pra të firmës Gucci, nuk i kishin parë kurrë këto para. Në fakt ata filluan që ta shpërdoronin emrin gjithandej. E vendosën në çakmak, e vendosën në qese, e vendosën në për shtëpi, e vendosën gjithandej. Pra firma Gucci u vendos gjithandej dhe ky ishte gabimi i parë. Dhe pse ishte gabim? Tani po ja u tregoj. Deri në vitin 1980 firma Gucci ishte nga firmat më të rëndësishme, sepse duke filluar thash që nga viti 1926 deri në vitin 1960, le të themi sepse pastaj ishte lufta, por deri në vitin 1960 kishte lakime, por nga viti 1960 deri në viti 1980, dëgjoni me kujdes sepse është vërtet e rëndësishme, deri në viti 1980 pati një boom madhështor. Në mbar botën nuk kishte njeri që nuk njihte firmën Gucci. Të gjithë vendosnin, vishnin rroba Gucci me një çanta Gucci dhe gjithandej. Por kur njerëzit vurën re që gjendej gjithandej, pra në siç ju thash më përpara, në për çakmak, në për qese, në për apo në për restorante dhe gjithandej, atëre njerëzit filloi që të binte vlera. Pse? Sepse nuk ishte më në nivelin që duhej, sipas njerëzve, sepse kështu mendojnë njerëzit. Pra, sipas tyre, nuk ishte në të njëjtin nivel me të tjerët, teksa Versace po rritej shumë herë më shumë dhe Cavalli, por Gucci po binte gjithmonë më shumë. Dhe në pas vitit 1980 deri në vitin 1990 pati një rënje drastike, saqë po e mbanin me dhëm pikërisht në atë periudhë sepse nuk donin që të deklaronin faliment, sepse kishte ardhur momenti që mund të deklaronin faliment. Në fakt ata bën disa mbledhje në atë kohë dhe mbledhjet nëpër këto mbledhje nuk zgjidhen asgjë, sepse askush nuk u tregoi të vërtetën nga të gjithë ata që kishin, pra nga këta që bënin shërbime komerciale që shkonin për të shitur, sepse më përpara ishte kështu. Nuk e bëni si tani që dërgoni me anë të emailit dhe ose me anë të bankës pagesa dhe kaq. Jo, ishte ndryshe. Shkonte shoqëri më shoqëri ose dyqan më dyqan, pra si quhen këta, një agent, si mund të quhet, i modës dhe shiste 100 kapi, 1000 kapi, që kapi janë me fjalë ato bloqe, kuti me veshje. Derisa pastaj thjesht thash mori vrull të madh dhe pas vitit 1980 nuk e bën më kështu, sepse ndiheshin të mëdhenj, ndiheshin madhështor dhe kishin arritur shifra marramendse. Në fakt, pas viteve 1980, ndonse nuk shkonin në rrugë që të shisnin si më përpara, filloi që të kishte një rënje drastike derisa arriti, siç u thash, në një faliment pothuaj. Por në vitin 1993 takuan dikë. Takuan Del Sole që ishte një nga stilistët e Tom Fordit, italian me origjinë, por jetonte në Amerikë. Dhe ky u tregoi të vërtetën. Tha, ju po gaboni. Dhe gabimi ku është? Që ju tha në vend tha që të bëni kualitet, tha, po bëni tha të kundërtën. Pra ju po shisni edhe në për pazare. Gjë që është kategorikisht në mod, tha, që e ndaluar që ti të bësh i famshëm. Dhe aty ran dakord, i tha, mund të jesh ti drejtor për këtë? Ai nuk pranoi për drejtor, por atëre i dhan aksionet. Aksionet e firmës, pra të markës së Gucci-t. Dhe e dini se çfarë bëri Del Sole? Bëri diçka që se kishte bërë kush. I reduktoi dyqanet, gjysmë për gjysmë, sepse kishte me mira dyqane. I reduktoi 1000 ca dyqane, i reduktoi në 700 ca.
Reduktoi veshjet dhe prodhimin, e reduktoi gjysmë për gjysmë, dhe prodhimin që bënte dhe dyqanet që mbajti ishin të gjithë të kualitetit. Dhe nga ai moment filloi që të bënte stilet e para, pra modën e parë, pra të momentit që ai u vendos. Dhe ishin krejt ndryshe. Ai nuk ndryshoi gjë, sepse ishte pothuajse e njëjta formë e Gucci-t. E keni parasysh si është Gucci, nuk është si Cavalli, është ndryshe, është më fine, dhe nuk ndryshoi asgjë De Sole, por bëri atë çka kishin bërë dhe të tjerët. Por u rriti vetëm çmimin të gjitha produkteve. Dhe nga momenti që u rriti çmimin, të gjithë kërkonin atë. Pra kërkonin atë produkt sepse nga tani e tutje ishte cilësor dhe e kishte në dorë një stilist që i bënte pjesë i Tom Fordit. Sepse për njerëzit nuk ishte më Cavalli që e drejtonte, Gucci, por ishte dikush tjetër. Pra për njerëzit, nga ai moment kishte ndryshuar çdo gjë, por kishte ndryshuar në mendimin e tyre, pra jo në produkt, sepse produkti ishte i njëjtë. Madje çmimet ishin shumë më të larta dhe rendimenti ishte më i lartë, sepse në një kohë shumë të shkurtër ata filluan që të kapnin miliardin. Bile do t'ju them, me kalimin e kohës në vitin 2004, kur ai u tërhoq, pra De Sole u tërhoq nga drejtoria, jala Tom Fordit, Tom Ford International. Dhe nga ai moment mendoj që ndoshta do të binte, mirë po në vend që të binte, arriti suksesi më të madh. Në fakt, në vitin 2020, mos gaboj, Tom Ford International e shiti. Pra shiti Gucci, por shiti vetëm markën e Gucci-t. Dhe dini se sa e shiti? 2.8 miliard dollar. Nuk shiti fabrika, nuk shiti uzina, nuk shiti veshje, nuk shiti çanta, nuk shiti asgjë nga kjo, por shiti vetëm atë që kishte bërë, pra punën, ose më mirë iden e tij, sepse atëherë kur e kishte themeluar, pra kur e themeloi në vitin 1994, diçka të re e ndryshoi totalisht. Pra ku qëndron sekreti i kësaj? Nuk është sekreti që ti të bësh pafund, të prodhosh pafund, sepse mendon që do marrësh, duke ulur çmimin, mendon se do të marrësh para pafund. Jo, duhet bësh kualitet. Dhe kjo nuk varet, nuk vlen vetëm për ata që punojnë në modë, por vlen për çdo gjë, edhe në jetë. Për çdo gjë, për shembull edhe ti nëse punon, kushdo që punon, nëse ti, unë do të them eksperiencën time, më falni që lidh me mua, por ti them për eksperiencën time. Çdo gjë që jam përqendruar e shkoj e çoj deri në fund dhe kur shkoj që punoj diçka, unë e bëj sikur të jem unë, sikur e bëj për veten time. Ndaj dhe vazhdoj ende sot të punoj tek një kompani që më paguan 2 fishin. Nuk është se unë u thash që nuk i dua. I thash në fillim që mua më mjafton vetëm respekti, sepse unë punën nëse e bëj në radhë të parë për veten time. E është një detyrë, është detyrë mos e unë mua më ke vënë ti aty, më ke vendosur aty për këtë punë dhe unë është detyra ime që unë ta çoj deri në fund. Pra ti nuk më pagon mua se jam i bukur, ose nuk më pagon mua sepse jam i zgjuar dhe kaq. Unë duhet të jap rendiment, të jap rendimentin e punës. Ndryshe s'ke pse më mban aty. Vlen kjo edhe për mua, sepse duhet ta shikosh nga vetvetja. Nëse unë për shembull do të kem një punëtor që sapo iki unë, më kthen shpinën edhe shkatron çdo gjë, nuk më duhet ai. Pra unë e shikoj si veten time. E kam parë gjithmonë kështu dhe ndoshta ky ka qenë suksesi. Pra duke parë këtë sikur të jem unë punoj sikur të jetë puna ime, por në të vërtet është puna ime, sepse unë sa më shumë të jem aty, me fjalë, sa më mirë punoj, aq më gjatë do të jem aty. Dhe aq më mirë do flasi ai pronar për mua. Dhe nëse do iki nga këtu, do shkoj diku tjetër, do t'i marrin të dhënat edhe atje ku do shkoj. Dhe do ta marrin telefonat dhe ai ka se çfarë thot. Tani varet nga ju, nëse ju dëshironi që ai të flas mirë apo keq. Pra, ajo periudhë e Gucci-t në atë kohë ishte një periudhë e zymt pikërisht për këtë qëllim, sepse ata erdhën nga hiçi, lindën nga zeroja, nga një garazh dhe në një kohë shumë të shkurtër u bën miliardera. Dhe mendonin që kjo gjë do të este përgjithmonë në këtë formë. Dhe duke bërë që çdo gjë të shitej edhe nëpër merkato, apo nëpër këto merkatot edhe nëpër rrugë, menduan se kishin arritur suksesin, por ishte e kundërta. Duhej cilësi. Dhe nga momenti që u bë cilësia, u shit 10 fishin sa ata nuk e kishin menduar kurrë, sepse nuk e shitën kurrë kështu. Ndaj është mirë që njeriu duhet të ketë jo vetëm responsabilitet për punën që bën, por edhe kualitet. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument. Ju përqafoj dhe kalofshi një diell të këndshme.